Flet shqiptari që dhunoi për vdekje grekun, nuk doja ta vrisja. Një 58 vjeçar grek ka humbur jetën nga dhuna fizike e ushtruar nga një 29 vjeçar shqiptar. Ngjarja ka ndodhur në Neokosmo të Athinës. Fillimisht u mendua se shkaki i vdekjes ishte aksidenti automobilistik, por ekspertiza mjeko-ligjore zbuloi shenja dhune tek 58 vjeçari grek. Nga kamerat e sigurisë është identifikuar autori shqiptar, shtetasi shqiptar Iglishano, 29 vjeç nga Bilishti. Policia ka arritur të arrestojë të dyshuarin, ndërkohë që në pranga ka rënë edhe babai i tij, Mondishano, i cili akuzohet për tentativën e fshehjes së motorit të djalit. Video rrahjes brutale për vdekje 58 vjeçarit grek në Neokosmos të Athinës është zbuluar nga mediat greke, sipas një dëshmie në dispozicion të autoriteteve. Autori dyshohet se ka kapur burrin nga koka dhe ka goditur vazhdimisht në timon, siç raportuan burimet policore. Makina e viktimës ishte e mbuluar me gjak, madje edhe xhami i përparm ishte i thyer. Shano ka rrëfyer se ka goditur viktimën pas një grindje për të drejtën e kalimit në rrugë, duke ndjekur 58 vjeçarin dhe duke e goditur atë për vdekje. Në deklaratat e tij, avokati 29 vjeçarit Yanis Glikas deklaroi se pa veprimet e viktimës nuk do të kishte pasur autor. Kjo do të thotë se nëse 58 vjeçari nuk do ta kishte spërkatur 29 vjeçarin me sprej, ky fundit nuk do ta kishte sulmuar. Së fundmi ai deklaroi se asgjë nuk justifikon marrjen e jetës.